të shohim se si që ndrënte pejgamberi alayhi salatu wasalam me gjuhën e vet. Cili është shembulli i pejgamberit alayhi salatu wasalam me gjuhën? Fillimisht Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu thotë i kum shërbyer 10 vjet pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dini Enesi ka qenë shërptor. Si ka ardhur në Medinë nona vet ka shkuar dhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam: "O dërguar i Allahut, nuk kam diçka unë me ndihmu këtë fe, po e kam që djalë, po duam ta lëm shërptor këtu." Edhe mëson të tillë të shërben. 10 vjet të që kum do pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për 10 vjet ai e përshumni ja pejgamberin alayhi salatu wasalam thotë kur e kum prek dorën qa që bu të konë asë më ndafsh s'ka më dënjot që jam më i butë sa dorë ti. Edhe nuk ka erë parfumit më e mirë sa era dorës ti. Kër i fërqa për dorë. Thotë 10 vjetë i kum shërby, kur njëherë nuk ka thonë për diçka që e kum bo pse e bone, edhe për diçka që se kum bo pse se bone. Sa him në atë shpia, pse që tonë? Ku që të me bo? Pse e keni bo? Mirë, ka mundësi me pas drejt këtë ras. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu po na sjell shembullin e edukatorit më të mirë, edukatorit përgjithësi mirë, po edhe edukatorit të gjuhës vet. Pse e bën ashtu? Pastaj fillojmë me ranu, pastaj fillojmë me shau, pastaj fillojmë me nënçmu. Pse? Për diçka që u kryen mos kthehet ai. E kështu bëhet Enes ibn Malik radhiyallahu. Pastaj Aisha radhiyallahu anha kur u pyet për pejgamberin alayhi salatu wasallam për moralin, mos vdekjes tij. Cili ka qenë morali i pejgamberit alayhi salatu wasallam? Thot nuk fliste fjalë të pahishme, fjalë të pamoralshme, edhe jo etike. Madje thot fjalët jo etike nuk ishin pjesë e tij, domethënë natyrës se kishte ai me fol këtë fjalë. Mirë, po kur u bë pejgamber, edhe më hiç. E gjithashtu thot nuk e ngriste zonin kur fliste në për rrugë edhe në tregje, po edhe nuk e kthente të keqen me të keqe, falte shumë dhe tolerante shumë. Aisha radhiyallahu me 5-6 fjale ka përshkruar moralin pejgamberit alayhi salatu. Mirë, po ajo që po na intereson është se kur prej tij nuk ka dalë fjalë jo e mirë. A keni dëgjuar ndonjëherë? Ose po e sfidoj këndën që na e vjen na e sjell një rast nga pejgamberi alayhi salatu që ndonjëherë e ka ngushtuar dikan me fjalë. E më thonë, siklet madhe kon para fjalët pejgamberit alayhi salatu. Ka ndodhur me kështu kur nuk ka ndodhur. E ka qortu pejgamberi alayhi salatu plot njerëz ka qortu. Mirë, po qortimi u kon çasisoj që kur nuk u nin ngushtë. U nin ngushtë që e ka bëu gjunohen ose gabimin. Ama pse po ja thot pejgamberi alayhi salatu ato fjalë kur s'u nin ngushtë. Madje edhe pabesimtarët i kanë thonë i çmendur, i kanë thonë mashtrues, i kanë thonë kështu. Kur nuk i kanë thonë se ky është i pamoralshëm. Çka fol kë ai për fjalët. Kur s'e kanë thonë këtu. Se ne kanë thonë do shta fjallën më të ronë që e ka thonë pejgamberi alayhi salatu kur ja kanë gjitë ai përfyti. Edhe ato Muhammed doj drejt. Subhanallah. Wallahi siklet i madh është. Njeri më mënu me doj drejt. Sot njeri më mënu me doj drejt, edhe me orë dikush në hanë, valla që ke sa drejtësi. Ana nxehen qelet. Nxehen qelet tani krisat, debati po ki krisa më shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam është fjallën më të ronë që e ka thonë mirë për tyje. Nëse unë s'doj drejt, kush ka me doj drejt? O dosh me thonë që të fjallë, se Allahu më ka qumë më mojë drejtësit i më thotë dojtë drejtë. Aja Allahu më ka thonë, më ka besu drejtësin tisë më besan. Do në që të fjallë nështë ta është për i fjallë më të ranë që e ka thonë dikujtë. Mirë, po kur nuk është një kush në siklet me fjallët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj një herë i thanë shokët e vetëm me sa ishte mejkë, oj dërguj Allahu, lutu kundër për besimtarëve, shka jam të në bo. Edhe kishte arsye më lutë pejgamberi. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lem ub'ath la'anan. Unë s'kom marrë me mallku njerëzit. Unë s'kom marrë me isha njerëzit. Unë kom marrë rahmet për njerëzit. Mos del për egoistina. Se qëtë gjuha e ti fjallën e pahishme dhe fjallën ju e ti. Gjithashtu, jahudit kër e kanë shfrytzuar rastin, edhe i kanë kinë se po e përshëndesin pejgamberin alayhi salatu wasallam, dhe i kanë thonë, vend se me i thonë assalamu alaikum, i kanë thonë assalamu alaikum. Assalamu është vdekja. Assalamu alaikum do thonë vdeksh. E pejgamberi sa më thonë edhe jo. Assalamu alaikum wa alaikum. Do më thonë çush më thoni mua dhe ju, çka ka vesh. E Aisha radhiyallahu anha kanë nduru këtë fjalë. Ka thonë alaikumul la'na wa alaikumus salam. Me Aisha. Aisha thotë vdekshi jo e të malkum qufshi. Thotë pejgamberi se vajo, si jep zar. Si jep zar. Do ta speshit çka po thojmë, po thotë po çka i thashën? Çka më thanë ata, unë i thash edhe ju çështë. Kjo do të shkoj. Ky është kon morali
i pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe fjalët e tij. Sepse vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam fa inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, Allahu më ka dërgu me sjell moralin e lartë në tokë. E tash Allahu po i thotë ço moral në tokë, dhe ai më qeni pa moral shumë. Edhe pjesë kryesore, komponent kryesor i moralit është gjuha. Sepse e dini gjithë rastin kur e kanë përmendur një grua pejgamberit alayhi salatu wasallam e cila falet natën edhe agjeron ditën, ka thënë mirë, po kushit janë rahat për fjalët, për gjuhën së saj. So rahat kërkosh. Pëtira ata, shon ata, vret ata, ranon ata, do ta janë xhenem të koka. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, do xhenem të koka. Pse s'osh moral ke? Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam me çfarë njerëz u ballafaqu? U ballafaqu me krejt shtresat e mundshme. Ka orë njeri me vraj ka dol përpara. Ka orë njeri murrok me toj ka dol përpara. Ka orë njeri ka thonë s'po don drejt. Ka orë njeri thotë më ka bo pa drejtësi vllai, ka orë ai tjetri me shtresa të ndryshme. A ka rënë në njënë. Me krejt i ka përdor fjalët më etike, fjalët më të moralshme dhe fjalët të cilat kanë zonë vend dhe nuk e kanë prej kërkonin dhe se kanë rënë kërkonin. Historia është e gjallë, është e shkruar. Le të hulumtojnë njerëzit, kush do le të hulumton, le të gjon ndonjë fjalë të rënë në cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka prek dikonin edhe pse u ballafaqu me njerëz të ndryshëm. Me mentalitete të ndryshme. Për shembull ka ora i beduini thotë: "O Muhammed." Llogarit me dina lit kush i ka thonë Muhammed, këti ka thonë i dërguar me Allah. "Jo Muhammed." Ai ti vjen, "Cili o Muhamedi këto be?" Dhe sikur çoban me zveti. Ka thonë afro. Or në çaki. Kjo është fjalët dhe morali pejgamberit alayhi salatu wassalam.